Në çdo reality show ekziston një vijë e padukshme që ndan lojën nga dinjiteti. Kur kjo vijë lëkundet, spektakli ndalet së qeni argëtim dhe shndërrohet në provë etike. Episodi i pretenduar ku Limi dhe Benita përfshihen në një moment tensioni gjatë kërcimit, i pasuar nga reagimi emocional i Benitës dhe kërkimi i mbështetjes te Klodi, e vendos Big Brother Kosova përballë një pyetjeje themelore: ku mbaron loja dhe ku fillon shkelja e kufive personal? Kjo se nuk synon të gjykoj me nxitim dhe as të riprodhoj detaje që mund të dëmtojnë dinjitetin e individëve. Ajo synon të analizoj mekanizmat që e bëjnë një situatë të tillë të mundshme dhe pasojat që prodhon për personat e përfshirë, për publikun dhe për vetë formatin. Në një ambient të mbyllur, ku kontaktet sociale janë të përshpejtuara dhe emocionet të amplifikuara, keqinterpretimi i sinjaleve dhe kalimi i kufive është rrezik real. Kërcimi, i cili shpesh shihet si hapësirë çlirimi, mund të kthehet në zonë të paqartë nëse pëlqimi nuk është i qartë, i vazhdueshëm dhe i respektuar. Çdo ndërveprim fizik kërkon një gjë të vetme për të qenë i pranueshëm, miratimin e palës tjetër. Patë, edhe gjesti më i vogël humbet legjitimitetin. Reagimi i Benitës, largimi dhe shpërthimi emocional, lexohet si sinjal i qartë se kufit e saj janë ndjerë të cenuar. Lotët nuk janë argument, por janë dëshmi e një përjetimi. Kur një person kërkon strehë emocionale të një tjetër, siç është rasti i afrimit me Klodin, kjo tregon nevojën për siguri dhe mbështetje. Në këtë pikë, loja ndalet dhe prioritet bëhet mirëqenia. Nga këndvështrimi psikologjik, situata të tilla prodhojnë përçarje të menjëhershme. Personi i prekur ndjen faj, turp ose konfuzion. Personi i akuzuar mund të reagojë me mohim ose relativizim. Grupi përreth polarizohet. Kjo dinamik është e rrezikshme sepse shpesh është vendos fokusin nga pyetja thelbësore: a u respektua pëlqimi, te debate dytësore rreth qëllimeve, toneve apo reputacioneve. Etikisht, standardi është i thjeshtë i panegociueshëm. Pëlqimi është kusht, jo detaj. Nuk mjafton që një situatë të jetë lojë apo humor. Nëse njëra palë ndjehet e pasigurt ose e cenuar, situata duhet të ndalet dhe të sqarohet. Çdo përpjekje për ta minimizuar përjetimin e tjetrit e thellon dëmin. Në planin mediatik, këto episode testojnë përgjegjësinë e produksionit. A ka mekanizma të qartë për ndërhyrje? A krijohen hapësira për sqarim pa presion publik? A dërgohet mesazhi se kufit respektohen pa ekuivok? Vendosja e kufive nuk e ul spektaklin, e forcon besimin. Publiku mund të tolerojë konfliktin, por kërkon drejtësi dhe kujdes. Eseja ndalet edhe te roli i dëshmitarëve. Heshtja e ambientit shpesh interpretohet si normalizim. Ndërhyrja e matur, qoftë për të ndalur situatën, qoftë për të ofruar mbështetje, është shenjë e një komuniteti të shëndetshëm. Në këtë kontekst, afrimi i Benitës me Klodin merr një kuptim më të gjerë: nevoja për aleat emocional kur kufit ndihen të shkelur. Në lojë, pasojat janë të dyfish. Ngjarja e rëndë që tronditi shtëpinë e Big Brother Kosova vazhdon të ketë jehon të fortë jo vetëm brenda mureve të shtëpisë, por edhe jashtë saj, në opinionin publik dhe tek familjarët e përfshirë drejt për drejt. Pas incidentit ku Limi goditi Klodin me grushte, reagimet nuk kanë munguar, por më të fortat dhe më të drejtpërdrejtat kanë ardhur nga familjarët e Klodit, të cilët kanë dalë hapur duke kërkuar largimin e menjëhershëm të Limit nga Big Brother. Sipas tyre, ajo që ndodhi nuk është më pjesë e një loje, as e një debati televiziv apo e një konflikti verbal të zakonshëm. Ata e konsiderojnë aktin e Limit si një dhunë të pastër fizike, të papranueshme dhe të pajustifikueshme në çdo rrethan, aq më tepër në një format televiziv që ndiqet nga mijëra shikues, përfshirë të rinj dhe fëmijë. Familjarët shprehen se pamjet e transmetuara janë tronditëse dhe se askush nuk ka të drejtë të ushtrojë dhunë ndaj një tjetri, pavarësisht provokimeve apo tensioneve të krijuara në lojë. Në reagimet e tyre, ata theksojnë se Klodi ka hyrë në Big Brother me qëllimin për të garuar ndershëm, për të shprehur mendimet e tij dhe për të qenë pjesë e një eksperience sociale, jo për të bërë viktimë e goditjeve fizike. Ata shprehin shqetësim të madh për gjendjen emocionale dhe psikologjike të tij, duke theksuar se një situatë e tillë lë pasoja të rënda, sidomos kur ndodh përpara kamerave dhe nën presionin e vazhdueshëm të izolimit. Familjarët e Klodit janë drejtuar drejt për drejt produksionit të Big Brother Kosova, duke kërkuar që rasti të trajtohet me seriozitet maksimal. Sipas tyre, largimi i Limit nga loja nuk është një hakmarrje, por një masë e domosdoshme për të ruajtur rregullat, sigurinë e banorëve dhe besueshmërinë e formatit.
Ata theksojnë se tolerimi i dhunës krijon një precedent të rrezikshëm dhe dërgon një mesazh të gabuar në shoqëri. Ngjarja ka ndezur edhe një debat të gjerë publik. Në rrjetet sociale, shumë shikues janë rreshtuar në krah të familjarëve të Klodit duke kërkuar rëmasa të menjëhershme dhe duke e quajtur incidentin një shkelje të rëndë të rregullave të lojës. Komente të shumta theksojnë se Big Brother mund të tolerojë debate, strategji dhe përplasje verbale, por jo dhunë fizike. Për ta, kufiri është kaluar dhe nuk ka më vend për diskutim. Nga ana tjetër, ka edhe zëra që përpiqen të analizojnë situatën në një këndvështrim më të gjerë, duke përmendur presionin psikologjik, izolimin dhe provokimet e vazhdueshme brenda shtëpisë. Megjithatë, edhe këta zëra pranojnë se, pavarësisht çdo rrethane, goditja me grusht nuk justifikohet dhe se përgjegjësia personale duhet të mbetet mbi gjithçka. Familjarët e Klodit shprehen se nuk janë të interesuar për dramë apo përfitim mediatik, por për drejtësi dhe siguri. Ata theksojnë se reagimi i tyre vjen nga dhimbja dhe shqetësimi për një njeri të afërt, që po përballet me një situatë të vështirë dhe të padrejtë. Sipas tyre, Klodi nuk duhet të ndihet i pasigurt brenda një formati që supozohet të jetë i kontrolluar. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, fjala shpesh është më e fortë se veprimi. Ajo ngre mure, krijon aleanca, shpall fitore dhe, her pas here, ushtrohet si presion. Deklarata e Limit drejtuar Albës e mbështjell me një listë figurash të mëdha publike dhe politike, o Noizi, o Rama, o Berlusconi, o Trump, unë nuk kam konkurrencë, është një shembull i qartë i retorikës së vetë madhështimit të përdorur si mjet dominimi. Kjo e se nuk merret me vërtetësinë e pretendimit, por me efektin e tij. Çfarë ndodh kur një fjalë e tillë shndërrohet në presion psikologjik? Në thelb, kjo nuk është thjesht mburrje. Është kornizim i realitetit. Kur dikush e paraqet veten si të pakonkurrueshëm përballë çdo figure, artistike, politike apo simbolike, ai nuk flet vetëm për veten, ai minimizon tjetrin. Mesazhi i nënkuptuar nuk është unë jam i fortë, por ti je i parëndësishëm. Kjo zhvendosje nga vetë vlerësimi të zvogëlimi i tjetrit është pika kur retorika kalon në presion. Nga këndvështrimi psikologjik, kjo strategji funksionon përmes overwhelmit, një bombardim me emra të mëdhenj që synon të krijojë ndjenjen e pashmangshmërisë. Alba, si dëgjuese, vendoset përballë një narrative ku çdo alternativë duket e kollë. Kjo nuk kërkon bindje racionale, kërkon dorëzim emocional. Presioni këtu është i butë në formë, por i fortë në efekt. Eseja ndalet te miti i padiskutueshmërisë. Historia e pushtetit politik, kulturor, mediatik na mëson se kushdo që shpall veten mbi konkurrencën, zakonisht kërkon të mbyllë debatin. Nuk kam konkurrencë është fjali që synon heshtjen e tjetrit. Në një format ku dialogu dhe përplasja e ideve janë thelbësore, mbyllja e debatit është shkelje e frymës së lojës. Etikisht, kjo situatë ngre pyetjen, kur vetë madhështimi kthehet në shantazh simbolik, nuk ka kërcënim të drejtë për drejtë, por ka nënkuptim. Rezistenca është e pakuptim. Ky nënkuptim e deformon pëlqimin, sepse zgjedhja bëhet në hijen e frikës nga izolimi, nga humbja e mbështetjes, nga përplasja me të pamposhturin. Në planin mediatik, përdorimi i figurave si Noizi, Rama, Berlusconi apo Trump është retorike importuar, emra që bartin pushtet simbolik dhe polarizim. Ata shërbejnë si amplifikator të mesazhit. Por ky amplifikim ka kosto, banalizon kompleksitetin. Loja reduktohet në krahasime të zhurmshme, ndërsa sjelljet konkrete, respekti, kufit, përgjegjësia dalin nga fokusi. Eseja analizon edhe dinamikën e presionit në marrëdhënie asimetrike. Kur njëra palë shpall e përsi absolute, tjetra shtyhet drejt dy zgjedhjeve të këqija, ose pranon narrativën dhe vetë censurohet, ose reziston dhe etiketohet si problematike. Të dyja dëmtojnë autonominë. Kjo është arsyeja pse presioni i tillë, edhe pa dhunë, është etikisht i dënueshëm. Nga perspektiva e lojës, retorika e padiskutueshmërisë është strategji afatshkurtër. Ajo mund të prodhojë frikë momentale, por gërryen besueshmërinë. Publiku, në afat të gjatë, vlerëson koherencën mes fjalës dhe veprës. Kur fjalët rriten pa u mbështetur nga sjellje respe. Ka momente kur realiteti televiziv pushon së qeni thjesht spektakël dhe shndërrohet në pasqyrë të thyer. Çdo copë pasqyre reflekton një kënd tjetër të së vërtetës dhe publiku mbetet të mbledh fragmentet.
Dalja e një videoje të supozuar, ku Limi, Alba dhe Dolce shihen bashkë në një rrugë pas një makine, ka vepruar pikërisht kështu, si një thyrje narrative që vë në dyshim gjithçka që është ndërtuar brenda mureve të Big Brother Kosova. Dhe kur jashtë shfaqet një imazh i qetë, ndërsa brenda ndërtohet dram, pyetja bëhet e pashmangshme: çfarë është reale dhe çfarë është rol? Eseja nis jo me pamjen, por me tronditjen. Tronditjen e publikut që sheh dy realitete që nuk përputhen. Nga njëra anë, shtëpia ku tensionet shpërthejnë, akuzat përplasen, lotët dhe zërat ngrihen. Nga ana tjetër, një rrugë e zakonshme, një makinë, disa figura që duken të qeta. Edhe nëse videoja nuk është e verifikuar, vetë ideja e saj mjafton për të çarë besimin. Sepse reality show jeton nga një kontratë e pashkruar, ajo që shohim është e vërtetë, ose të paktën e sinqertë në konfliktin e saj. Në këtë kontratë, njohjet nga jashtë janë zona gri. Ato nuk janë domosdoshmërisht shkelje, por bëhen problem kur shndërrohen në koordinim narrativ. Kur publiku sheh një video të supozuar që sugjeron afërsi, ndërsa brenda shtëpisë sheh përplasje të ashpra, lind dyshimi se drama është e orkestruar. Dhe orkestrimi, i vërtet apo i imagjinuar, është armiku më i madh i autenticitetit. Dramaturgjia e kësaj historie është e fortë sepse ndërton kontrast. Brenda shtëpisë, fjalët janë thika. Akuzat janë të drejtë për drejta. Aleancat prishen në sy të kamerave. Jashtë, sipas videos së pretenduar, ka qetësi, normalitet, një bashkëqëndrim që nuk përkon me urrejtjen e deklaruar. Ky kontrast prodhon disonancë morale. A është konflikti i vërtet, apo një skenë e nevojshme për të mbajtur ritmin e spektaklit? Eseja nuk nxiton të japë përgjigje. Ajo ndalet te fuqia e imazhit. Një video, edhe e paqartë, edhe e paprovuar, ka aftës. Të rrëzoj fjalë të shumta. Imazhi krijon besim ose mosbesim me një shpejtësi që argumenti nuk e arrin. Në epokën e rrjeteve sociale, perceptimi shpesh fiton mbi verifikimin. Dhe pikërisht këtu lind drama e vërtet, jo në shtëpi, por në mendjen e publikut. Nga këndvështrimi psikologjik, ky episod është studim i roleve. Brenda shtëpisë, secili luan një rol që i sjell avantazh, i forti, viktima, demaskuesi, i heshturi. Jashtë, rolet bien, ose të paktën kështu duket. Dhe kur rolet bien, lind frika se ajo që pam ishte teatër. Por edhe kjo frikë mund të jetë projekcion. Publiku kërkon pastërti absolute në një format që jeton nga konfliktet e papastra. Etikisht, pyetja bëhet më e mprehtë: a është e ndershme të ndërtohet dramë mbi marrëdhënie që jashtë kamerave janë të qeta? Nëse po, atëherë reality show kthehet në skenar. Nëse jo, atëherë videoja, nëse ekziston, duhet të sqarohet. Këtu hyn përgjegjësia e produksionit, jo për të shuar zhurmën, por për të qartësuar rregullat. Çfarë lejo?